تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Kemi fol në vargjet e kaluara për kapjen fort pas shpalljes apo vahjit pas Kur'anit dhe Sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kemi fol për rrezikun, dëmet e bidateve apo risive në fe, çfarë dëme ka për robin këtë botë, çfarë dëme ka për robin në ahiret, dhe kemi treguar që feja Allahu dhul xhelal është fe e kompletuar që nuk ka nevojë as për shtesa dhe as për cungime. Allahu dhul xhelal ka thënë në Kur'an: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Që të gjithë ju kapuni fort për litarin e Allahut e mos u përçani. Kemi treguar pra që litari i Allahut është shpallja e tij, vahji i tij, ku bën pjesë Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kopja pas këtij litari do thotë ta ndjekim rrugën e drejtë që ka trasu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij apo sahabët. Dhe nëse e ndjekim këtë rrugë, do të shpëtojmë në këtë botë dhe në ahiret. Kjo kapje për litarin e Allahut nën kupton që të largohemi nga bidatet dhe risit në fe, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Kush pik në fen ton diçka që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. Edhe nëse mundohet dikush e lodhet për hir të Allahut, sa i përban jetën e mirë por nuk ja ka qellu rrugës, atëherë i themi se kot je lodh dhe veprën nuk e ke të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Autori ka thënë: "Tamassek bihablillahi wattabi'il huda, wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu." Kapu fort për litarin e Allahut dhe ndiqe udhëzimin, e mos u bëj bidatçi nëse e do shpëtimin. Pra sot e kemi fjalën e autorit nëse e do shpëtimin, nga se këto pjesët e tjera i kena marrë në derset e kaluara. Autori i ka dhënë 3 këshilla, 3 porosi. Nëse kapemi për to, do të shpëtojmë. Këshilla e parë është kapja fort për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu hyn domethënë Kur'ani dhe Suneti. Këshilla e dytë është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këshilla e tretë është largimi nga bidatet apo risit në fe. Nëse dikush i realizon dhe i jetëson këto porosi dhe këto këshilla, çka përfiton? I përfiton 2 gjëra. Në këtë botë nuk devijon dhe në ahiret do të shpëton. Në këtë botë nuk devijon, nga se është duke ndjek Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa në ahiret nuk e ndëshkon Allahu dhul xhelal, nga se ka akiden dhe besimin e ka të pastër. Nuk ka dhëntim të madhe për besimtarin sesa të shpëtojë nga devijimi në këtë botë. Nëse shpëton nga devijimi në këtë botë, atëherë inshallah ka më shpëtuar edhe në ahiret. Ne si besimtar falemi 5 herë në ditë. Në çdo rekat e lexojmë surën El-Fatiha. E lexojmë një ajet të gjithë së bashku: Ihdina as-siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Nëse nuk do të kishte kaq rëndësi të madhe udhëzimi, atë nuk do ta lexonin fare domethënë këtë sure. Mirë, por udhëzimi është shumë i rëndësishëm, për këtë arsye ne çdo herë e lutim Allahun dhul xhelal edhe në namazet farze, edhe në namazet nafile, që Allahu subhanahu taala më na udhëzon në rrugën e drejtë dhe më na rujt nga devijimi. Rruga e drejtë është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rruga e sahabëve dhe rruga e imamllarëve të parë të muslimanëve. Nëse ndjekim këtë rrugë, jemi të shpëtuar nga devijimi në këtë botë dhe nga rrymat dhe grupet e humbura, të cilat janë domethënë të përhapura edhe në mesin tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka lënë në çorsokak. Nuk na ka lënë në çorsokak. Po ka thonë, po ju laj 2 gjana. Nëse
kapeni pas tyre, kur nuk do të devijoni. Ka thënë librin e Allahut, pra Kur'anin dhe sunetin tim, traditën time. Pra e kemi garancë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka fol me shpalljet e Allahut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol nga hamendja. Mirë po çdo gjë që ka fol e ka pas shpallje prej Allahut. Pra, nëse kapemi për Kur'an dhe për sunet, do të shpëtojmë në këtë botë dhe në ahiret. Begatia më e madhe që kjo begati arrihet përmes mëshirës së Allahut, jo përmes veprave tona të cilat i bëjmë. Është që Allahu na shpëton nga zjarri i xhehenemit. Kjo është fitoria më e madhe. Nuk ka fitore më të madhe se kjo. Edhe nëse ki pasuni, edhe nëse ki famë, edhe nëse ki ku e diçka, kur gjak këto nuk bëjnë dobi, nëse nuk shpëtosh nesër nga zjarri i xhehenemit. Ka thënë Allahu dhul xhelal: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kush shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe futet në xhenet, ky ka fituar. Edhe nëse nuk ka famë këtë botë, edhe nëse është i varfër në këtë botë, mirë po në botën tjetër, ka me hinë xhenet dhe ka me shpëtu nga zjarri i xhehenemit. E për me shpëtu na, e tregum rrugën, me ndjek Kur'anin dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mëson që ta lutim Allahun për mos me na deviju. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. O Zoti ynë, mos na shmang zemrat tona pasi që na ke udhëzuar dhe na dhuro mëshirë nga ana jote. Sa herë kemi lut Allahun me këtë ajet kuranor që njëkohësisht është edhe lutja. Apo me thonë ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcova zemrën time në fen tënde. Apo mendon se je i sigurt që deri në fund kime qenë i udhëzuar? Edhe hoxha e pat hutbën. Po dhe ne kemi lexuar, e po shohim njerëz të cilët kanë qenë të udhëzuar, ndoshta kanë ftuar në udhëzim, sot e lajnë rrugën e Allahut dhul xhelal dhe dalin prej fesë. Andaj duhet me lut çdo herë Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Zotit, pe lut Allahun, o rrotulluesi zemrave, forcoma zemrën në fen tënde. E si vallë mos alusim ne kur jemi të rrethuar me mëkate, jemi të rrethuar me dyshime, jemi të rrethuar me fitne. Çdo herë pra mos harrojmë çdo sejdë, çdo ezan, çdo namaz me sezon të ikametit, të ngritim duart lart, ta lutim Allahun dhul xhelal për ne, prindërit tanë dhe fëmijët tanë dhe shokët tonë që Allahu dhul xhelal më na bë stabil në fenë Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka stabilitet vetëm me fal namazin, plus namazin me fal të shtëpia. Nga se njeriu dobësohet. Do të me fal namazin me xhamat, me u përgjigj thirrësit e Allahut, eja në namaz, eja në shpëtim. Nëse nuk ju përgjigjemi thirrësit në namaz, nëse nuk ju përgjigjemi hoxhallarëve në ligjërata, nëse nuk ju përgjigjemi nejave të hajrit, mexhliseve të hajrit ku e këshillojmë njëri tjetrin, ja kujtojmë njëri tjetrit Allahun, ja kujtojmë njëri tjetrit xhenetin, ja kujtojmë njëri tjetrit xhenemin, atëherë si vallë kena mu forcu ne në fenë Allahut subhanahu wa taala. Si vallë do të forcohen edhe fëmijët tanë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala nëse prindërit devijojnë. Nëse prindërit janë të fortë, atëherë fëmia ka me marrë irnek të prindërit e tij. Andaj mos ta çojmë veten tonë, as familjet tona, as fëmijët tanë në shkatrim me duart tona. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruajini veten tuaj edhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Pra shpëtimi më i madh është qofse Allah na ruan nga devijimi në këtë botë, na fut në botën tjetër në xhenet dhe na ruan nga zjarri i xhehenemit. Pra synimi joni është që mos me deviju, edhe nesër në ahiret me shpëtu me hi në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. E kjo rrugë është me ndjek librin e Allahut Kur'anin,
sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mi rujt bidateve. Edhe jo mi ndjek rrugët filozofike, rrugët e skolastikës, ilmul kelamit, ku e diçka, me bazu na fenë Allahu dhul xhelal në burime të shtremta. Autori thot, vazhdon vargun tjetër, wa din bi kitabillahi was sunani allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Puno në fenë tënde sipas librit të Allahut dhe sunetit të profetit, që ta gjesh shpëtimin dhe të jesh fitues i xhenetit. Autori ka për qëllim me fjalën puno në fenë tënde sipas librit të Allahut, pra që ta ndjekim librin e Allahut subhanahu wa taala, t'i besojmë librit të Allahut, pra Kur'anit, që nënshtrohemi urdhrave kuranore, t'i besojmë atyre lajmeve që t'i besojmë lajmeve që Allahu dhul xhelal i ka përmend në Kur'an. Pra çdo sen që ka në Kur'an ne e besojmë. Kërcënimet që ka përmend Allah në Kur'an i besojmë se Allah ka miralizu kundër mëkatarëve, kundër çufarëve. I besojmë edhe ajetet shpresuese për besimtarët. I besojmë ngjarjet e popujve të mëparshëm. Çdo sen që ka në Kur'an ne e besojmë. Libri i Allahut që është përmend në këtë varg të autorit është për qëllim kush? Kur'ani. Çka kemi thënë më herët? Është mirë hoxha ku të marr ligjërata, ku të fol, ku të këshillon, fjalët e tij me buru nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti mundesh me thënë një fjali pak më ndryshe, mirë po në fjalin tënde ka diçka pjesë nga ajetet kuranore, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu ka mbeturitë Allah prej devijimit. Pra autori po thot, punon në fenë tënde sipas librit të Allahut. Kush është libri i Allahut? Kur'ani. Atëherë pra ky libër madhështor i Allahut subhanahu wa taala, a ka emra? A ka atribute të tjera, cilësi të tjera? Po, ato janë të shumta. Ne po i përmendim disa nga emrat e Kur'anit. Nëse diçka ka shumë emra, tregon se është diçka me vlerë. Allahu dhul xhelal sa emra i ka? Abdullah? Bravo, e keni libër dhurat. Edhe Jusufi tha, sa emra i ka Allah? Thave 100. Mirë. Dhe më thonë, Allah i ka 99 emra. A ka ma shumë? Ka dhe ma shumë. 99, kush i mëson, e lutë Allahun me ta, i beson këtyre emrave, hynë në xhenet. Mirë po ka ma shumë emra, këtë vinë këto tema i shpikojmë. Çka tregon kjo? Për një Allah, 99 emra. Tregon se Allah është madhështor. Për një Kur'an, disa emra. Tregon se Kur'ani është madhështor. Për një Muhammed sallallahu alaihi wasallam, disa emra. Tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është madhështor. Pra nëse dikush diçka ka disa emërtime, tregon se ajo gjë është madhështore. Për emrave të Kur'anit është fjala, për emrave të Kur'anit është emri El-Qur'an, që do të thonë lexim apo recitim. Thot Allahu dhul xhelal, inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Ne ta kemi shpall ty o Muhammed Kur'anin hap pas hapi. Kur'ani nuk ka zbrit me njerë bazyll. Mirë po, në mënyrë graduale. Allah ka zbrit Kur'anin në mënyrë graduale që me qenë ma e lehtë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me mësu përmendsh, me qenë ma e lehtë për muslimanët mi qitë të më thonë mi jetësu urdhrat kuranor në jetën e përditshme. Emri tjetër është El Kitab, që ka përmend edhe autori, libri. Pra Kurani ka emrin El Kitab. Çka thot Allahu dhul xhelal? Dhalika el kitabu la rayba fi. Ky Kur'an, ky libër është libër në të cilin nuk ka dyshim. Nuk ka dyshim se është nga Allahu dhul xhelal. Nuk është pjell e mendjes së njerëzit, mirë po është fjalë e Allahu subhanahu wa taala. Emër tjetër është El Furqan. El Furqan, dalluesi. Ç'është dalluesi? Përmes Kur'anit dallohet rruga e vërtet nga rruga e pavërtet. Andaj ai i cili e lexon Kur'anin, e beson Kur'anin, e jetson Kur'anin, Allah ka më mundsu me dallu rrugën e vërtet nga ajo e pavërteta.
Tebaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Thot Allahu dhul Jalal, i begat është ai, pra Allahu, i cili ja ka zbrit Furqanin, këtë dalluesin, kujt? Robit të tij, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, prej emrave të Kur'anit është e-dhikr, përkujtuesi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne kemi zbrit dhikrin, përkujtuesin, dhe ne do ta ruajmë atë. Allah e ka zbrit këtë Kur'an, këtë përkujtues. Për këtu hin edhe kush? Edhe suneti kemi tregu. Hin këtë feja. Allah ka më rujt fejnë e tij. Çka tregon se Allah e ruan fejnë e tij? Që sa kohë ka ardhur feja islame me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Mbi 1400 vite, apo? Kjo fe vazhdon të shtohet dhe jo të paksohet, që tregon se burimi i kësaj feje është Allahu, pra kjo fe ka burim hinor. Allah ka më rujt përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmes sahabëve, tabiinëve, dietarëve, ko pas kohë kështu Allah e ruan fenë e tij. Po ashtu, prej emrave të Kuranit është edhe et-tenzil, shpallje e zbritur. Thot Allahu dhul Jalal, tanzilun min rabbil alamin. Ky Kur'an është shpallje e zbritur nga Zoti i botëve. Po ashtu el-huda, udhëzuesi, apo është quajtur Kur'ani edhe udhëzim. Hudan lil muttaqin. Ky Kur'an, kjo fjala e Allahut është udhëzim për të devotshmit. Pra ke pa dikush thotë kum lexu Kur'anin, mirë po ai ka bë dobi. Si ka bë dobi? Nga se ka lexu Kur'anin për me lyp udhëzimin. Kush e lexon Kur'anin për me lyp udhëzimin ka më gjetë. Ai e ka lexu Kur'anin për me gjetë gjëra se gabime fjalës së Allahut. Kështu që si ka bë dobi as Kur'ani as kurrë tjetër. Ky Kur'an pra është udhëzues për ata të cilët janë të devotshëm. Ky Kur'an po ashtu ka emrin esh-shifa, shëruesi apo shërim. Ky Kur'an është shërim për zemrat e smundta nga mëkatet, për trupat e sëmur nga sëmundje të ndryshme. Pra me Kur'an i shërojmë edhe shpirtrat tan, edhe trupat tona. Thot Allahu dhul Jalal, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ne shpallim nga Kur'ani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Po ashtu Allahu e ka thënë Kur'anin an-nur, dritë. Kur'ani është dritë. Thot Allahu dhul Jalal, fa aminu billahi wa rasulihi wan-nuri alladhi anzalna. Besojini Allahut, besoni të dërguarit të tij dhe dritës të cilën e kemi zbrit. Nëse Kur'ani është dritë, atëherë edhe besimtari i cili e lexon Kur'anin dhe e jetëson atë, do të ketë dritë në zemrën e tij, në fytyrën e tij, në jetën e tij, në varrin e tij dhe në ditën e ahiretit, kur ka më dalë para Allahut subhanahu wa taala. Nga se ky Kur'an, el-Kur'an wa siyam yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Kur'ani edhe agjerimi kanë me bë ndërmjetësim për robin në botën tjetër. Autori pastaj ka thonë, punon në fen tënde sipas librit të Allahut dhe ka thonë dhe sunetit të profetit. Çka fjala sunet? Fjala sunet, do të thonë rrugë. Me çka kuptojmë me fjalën sunet? Çka kuptojmë me fjalën sunet? Rrugën e kujt? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo në aspektin gjuhësor, mos tim shumë detaje. Në aspektin terminologjik apo fetar, tek dietarët e hadithit, suneti nënkupton fjalët, veprimet dhe miratimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët, veprimet dhe miratimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra i kemi 3 gjana. Es-sunna el-qauliyya, suneti me fjalë, es-sunna el-fi'liyya, suneti me vepra, es-sunna et-taqririyya, dhe suneti me miratim apo aprovim. Ta marrim sunetin me fjalë. Çka suneti me fjalë? E marrim një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka thonë. Për shembull, innamal a'malu binniyat.
me të vërtet vepra shpërblehen sipas niyetit. Çka ky? Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunet me fjalë. Kush e din ai hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pak më gjatë. Arabisht, shqip me ditë arabisht edhe më mirë. Hajde veli. Për një velia mos e na? Çfarë do? Ban edhe me kuptim. Ato gratë të cilat janë të mbuluara, Po. të zbuluara, në që kokat e tyre ngjahen me mumat e deves, ma kërkojnë se janë mankuar. Mashallah, e ka një libër dhurat. Hajde Erdal? Pak e dila arabisht për gjyqyt. Bunja e islam ila dhe khams. Hajde, vazhdo. Shahadat la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Aqimu s-salat, atu z-zakat, as-sumu Ramadan. Edhe çështje. Edhe haxhi. Edhe haxhi. Mirë. Hajde Yusuf thuje bunja l-islamu? A dish? Ala 50 shahadati. I ke përzi ka pak foljet. Erdalli tha hadithin që Islami ndërtohet mbi 5 shtylla. Mbi dëshminë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, faljen e namazit, dhënien e zakatit, agjërimin e muajit Ramazan dhe kryen e haxhillokut. A dhe dikush tjetër në hadith? Hajde, Halil. Mashallah. E tha hadithin ndërmjet shirkut dhe kufrit qëndron lënia e namazit. Edhe te keni libër dhurat. Hajde. Më i mirë për ju është me i është më i mirë me gruan. Kisa Isa Bufejuari e tha hadithin më i miri për ju është ai i cili është më i mirë me gratë e veta. Vazhdoi hadithin. Ngjise ke lan. Dhe ka thënë pejgamberi alayhis salam, dhe un jam më i mirë për ju në raport me familjen apo gratë e mia. Por no, e te keni libër, mos harroni pastaj. Masihat e bidoti. Veç pa? Se librat për ata të tjerë Siarin, Glaukun edhe kush ka qenë, i kemi mas dersit. Por no? Masihat e bidoti kanë të thënë që shtohet në islam ose në fen ton ajo është refuzuar. E thash, porgjit, kjo s'ta marr, se e ke nguë. Kush shpik? Me ta kishte thonë tjetrin, kush vepron? Te muslimi që. Te muslimi, e meritosh mashallah një libër. A kupton? Kjo është sunet me fjalë. Kalëm tek suneti me vepër. Çka suneti me vepër? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bënë një vepër caktuar, ka fal namaz, e ka kry haxhin mbas yll, e ka kry umrën e kështu me radhë. Po në ndërkohë ka thonë sallu kema ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç më shihni duke u falur. Khudhu anni manasikekum. Në haxh ka thonë merrni nga unë, mësoni nga unë si kryet domethënë haxhi. Tash sahabia thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështu i ka gjujt guralecët, çështu i ka bë tavafin, çështu ka ecë në për Safa dhe Marwa. Çka kjo? Sunet me vepër. Hajde kush din ai sunet me vepër? Mos as gatim vetëm një. Mëson ata ditën, a është i veprës që ka vizatuar dijen e tretë, edhe gjatë pasmajtës ka bërë ato dije tjera. Që ka thënë kjo rruga e Allah, kurse këto janë rrugicat e shejtanit. Që të rrugë. Sunet e veprës është kur e ka rrujt kokën që nuk e ka më gjuhë besimtarët dhe gruaja vetë ka këshilluar pejgamberin sallallahu. Edhe jo të ka mundësi më kanë, edhe kjo e glaukut inshallah ka mundësi me sen. Tjetër diçka? Temelia me dorë me djathtë është sunet e veprës. Po. Me thonë për shumë sabia, ka hangër pejgamberi me djathën. Ose, ka fillu agjerimin me qka? Me hurma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, kalëm tek suneti e sunna e taqriria. Suneti me miratim. Suneti me miratim bësirë është, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nin dikan të fol diçka, e shet dikan të vepru diçka, edhe ose ja miraton me fjalë, ose ja miraton me heshtje. Sepse nuk ka mundësi në prezencë të pejgamberit alayhis salam sallallahu alaihi wasallam me bë dikush në mëkat edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hesht. Jo banti, ja, zvan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tërheq vërejtjen në formën më të mirë. Atëherë pra, dikush ka hongër, Khalid ibn Velidi me sa e di, ka hongër hardhuc, dob arabisht. Është një hardhuc
që del në shkretë të tjerë. Si xhapini pa është ma e madhe. E ka hongër sahabia, ndoket edhe të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka hongër, por nuk I ka thonë ative, mos e hani. Çka I bjerë kjo? A ban me hongër? Ban me çka? Me miratim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hajde kush e din ai hadith. Ti morën I librat vetëm për dobin e kallzon. Është hamdën këthiran tajben mubarakën fi. Po, që ka thonë sahabia? Po. Ai nuk e ka ditë që e ka thonë për shpirtit ashtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka miratuar dhe ka thonë që shumë herë që I kanë bërë gara. Mashallah. Mashallah. A kuptoj ta pasil? Ju kanë të fal namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët, një sahabi, Rabbena wa lakal hamd, I ka shtuar do fjalë tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush ka filani që I shtoi këto, edhe ja ka miratu fjalën e tina. Kjo quhet sunet me miratim. Lumt, mashallah. Urna kush veli urna. Urna. Kur I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabit e Bani Kainuka, që ka thonë mos e falni këndin përveç se të Bani Kainuka. Disa kanë falë në kohë, disa ku kanë shkuar atje. Po? Kur kanë ardhur domethënë këtu, I kanë thonë që kemi vetuar kështu, edhe ka heqë. Po. Edhe kjo është me miratim. Bravo, edhe kjo është me miratim. Tjetër çka është? Se kjo është shumë e rëndësi. Mojnë men. Ju kanë sahabët në luftë. Edhe disa kanë falë namaz, mirë po janë plagos. Gjaku I ka rrjedh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njoftu për një gjatë të tillë. Nuk I ka thonë që ju ka prish avdesi ose përsëritjen e namazit ose diçka. Çka merret nga kjo? Që derdhja e gjakut nuk e prish avdesin. Urdhon. Po është kjo në kur shku sahabit, dikon që osmund dikush I ka humbur akrepi ose gjakun. Po? Edhe I ka thonë ata kanë dosh me pas gosti aty ata diçka. Po, kanë dosh. Kanë rrugë gosti, Po. I ka thonë me ka smudi kush I pari tyne, po? Pastaj e kanë gjetë një sahabi që I ka lexuar sot të Fatja. Kur kthehen te Bravo, mashallah. Po. Edhe I emiratona thotë kisha me ju. Po. Ky sahabi çka ka bë? Ja ka lexuar surën El-Fatiha një personit që e ka hongër akrepi. Pejgamberi ja ka miratu. I ka thënë wa ma adraka annaha ruqya. Kush ka kallzu ty që ajo është rukje, pra shërim. Mirë, mashallah. Çështë ilmi mohat pa shumë men. Edhe të përsërit ka pak, po me qenë se dersi ishte e tillë se ndoshta në një ders tjetër nuk po kemi mundësi për kësi gjana. Tash ta shohim ku kena met. Pra, në këtë varg autori I ka tregu bazat e argumentimit tek Ehlus Sunneti dhe Xhamati, që janë Kurani, Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe referenca e tretë është ixhmai. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Këdo që kundërshton të dërguarin pasi I është dhënë udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo besimtarëve, thot Allah, ne e lëm të ecë andej nga është nisur dhe do ta përcëllojmë në zjarrin e xhenemit, e sa vend banim I keq është zjarri I xhenemit. Dhe si referencë e katërt, po ka polemika mes dietarëve, është edhe kiasi. Në fund autori thot që ta gjesh shpëtimin dhe të jesh fitues I xhenetit. Pra nëse I nënshtrohesh Allahut, adhuron Allahun, e ndjek librin e tij dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ruhesh bidateve, do të shpëtosh. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Këto kanë qenë vargjet ku autori ka folur në mënyrë të përgjithshme, pastaj autori ja nis në mënyrë specifike mi përmend disa gjëra që do t'i marrim inshallah në javët në vijim. Ka më fol për Kur'anin, fjalën e Allahut, ka më fol për imanin, ka më fol për disa gjëra tjera të para të Allahut në botën tjetër, e kështu me radhë. Elusim Allahun dhul xhelal të na jap dije të dobishme. Elusim Allahun dhul xhelal që të na i fal mëkatet. Elusim Allahun dhul xhelal
na jep shëndet derisa ta mbarojmë inshallah librin edhe të bëjmë vepra të mira, të cilat na bëjnë dobi në botën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin. تمسك بحبل الله واتبع الهدى